ke figura e Osman Kazazi. Osman Kazazi është një figurë, një njeri me dignitet dhe personalitet si ballist, njeri nacionalist i pastër, njeri i djathtë i pastër, po me zemër shumë parë. Është njeri që propagandën e vetë nuk e ndau asnjëherë nga Afrika. Përse e dënuan në Osman? 2 herë ka qenë sekretar. Ti ke qenë në parë në burg me Osmanin? Po, për herën e dytë jo. Herën e dytë i kam thonë. Herën e dytë ka ardhur shtëpia ime, i kam thonë, jemi martuar. Drejt, jo. Po, ti e njohën në burg Osman? Aty, për shembull. Pastaj kom marrë marrë. Bisedonit, çfarë bisedonit? Ai bisedonte po politikën e vetë. Ai vazhdonte. Zogistët dhe ballistët kjo politikë ishte mes marrë. Ishte dhe gjerë kokoshi. Ky mbante nga balli Osmani? Ekuilibrin e vetë ai e ka parë me balli. Me difrashin. Bravo. Ka qenë i lidhur. Për shprehjen bravo Stefan, për i thonë falë. Po, jo nuk. Abbas Armeni është reformist ballist. Kurse Osman Kazazi është ballist puro. Duket punëtori këte, duket, por e djathta është e djathta. I pasur është i pasur. Ai do ketë drejtat e veta. Por zotnia është zotni? Kjo ishte. Ky ishte koncept. Osmani ka pas vetëm motra. Me thonën, është tëmë me thonë, ka qitja i me vite, i erë muj, edhe trajse Osmani, vite se ishe ndamë Osmani nga unë ishe ke dhoma mëllë. Unë ishe afër Mihal Zadari, arkiletas, Mihal Zadari, Faridin Frashi, Fuad Frashi, Fizeren Gjubani, Afiz Dergudi, ishit të gjithë për politikë. Arkiletasi, të gjithë të deri ke Bilal Nevica dhe mund ka bërë përshtypje. Shep Pazari, Majkarapi, deri ke Jaza nga Trajazi, Veliko Medine nga Gjirokastër. Por, ka bërë përshtypje kur ka ardhur një ekip Skënder Medine, i biri Gjule Gjiraku, Nuri Arapi dhe një shpendega, Tropojan i gjatë, thonë që ka qenë duhet, me di, nuk jam i bukur. Veliko Medine ju ngre, edhe i thëtë jarit vetë. Që i thë? Hajde me biri për kolonel. Skënder Medine ka qenë kolonel, nuk është Skënder Medine që ka të vitën aty. Ka qenë i sukeqë që boni provokacion e gushtit. Me qenë dhe të horra. Provokacion e gushtit e ka përballu